Vlera, po fillojna me xheren? Po Kastriaçe. Valla vlerë veç për burra i të fola. Çdo video, burri kështu, burri ashtu, po hajt tregona pak edhe për graut. Se ka edhe burra që janë to hjekës, po shekur ko sheqa. Po thua, valla me të kallëzu drejtën, ka pas edhe tjerë që ma kanë thonë qëto. Është e vërtetë që nuk hekim veç gratë prej burrave, po ndodh edhe e kundërta. Ka raste kur edhe burri ndihet i pavlerë në martesë, për shkak të abuzimit psiqik që i bëhet nga partnerja. Gruaja e bën mundje fajtor për çdo ndjenjë që ai e shfaq, për çdo fjalë që ai e fol edhe për çdo heshtje. Ajo e shon e poshtron e njërin edhe në fund paraqitet si viktim para të tjerëve. Po, ekzistojnë edhe gratë narciste, që të bojnë me pas turp për veten e për gabimet që si ke bu kurrë. Këta nuk janë burra të dobët, janë thjesht njerëz që luftojnë për ditë me në një luftë që nuk shihet. Jetojnë me një njeri që i don vetëm kur ai u bindet. Ja si e përshkruan burrin një gru të tillë. Në fillim, ajo më ka bo mundje si burri maj veçantë në botë. Gjithçka që unë e thojsha, ajo e ngojke me vëmendje. Gjithçka që unë e bëjsha, ajo e duar trokiste. E pastaj, gradualisht, çdo fjale imja u bë komplet e gabuar. Çdo vendim që unë e merrja, e prishte disponimin e saj. Fillova me u ndje fajtor për stresin e saj, për ngarkesat e saj, edhe për vetminë e saj. Nuk e kuptojsha sa herë kërkojsha falje për gjana që nuk i kisha bo. Sa herë kom qetësu kur ajo u lërinte. Sa herë kom hesht vetëm për me rujt qetësinë. Ndavi prej shoqnisë, mbindi që familja jeme nuk po na don. Mboni me u ndje që unë nuk vlej pa to. E henes tash e kom kuptu që ajo kurrë nuk më ka dasht. Ajo veç ka dasht kontroll edhe më kon superiore. Do të thotë gjithë ky përshkrim nga ana e një burri është abuzim emocional, që nuk ju ndodh vetëm grave, por edhe burrave.